në këtë certifikim, një kënaqësi shumë të madhe mbëhet qefi dhe ata në studio. Kënar, po besoj sa jemi vetën, jemi edhe ne me ty, po besoj sidomos ata që kanë punë me ty të vazhdueshme, që të besojnë mbi gjitha me shëndetin e tyre. Sa je familiarizuar me intervista, sa i përton, kështu, krahas angazhimeve shumë serioze që ke? Më mirë sa kur kam filluar, tash kam filluar me më përvoj, kështu që gjithmonë ndihem mirë, kur mund të përqoj mesazh shumë të rëndësishëm për publikun. Kështu që faleminderit shumë për ftesën. Po, duke qenë pjesë e kësaj, sapo që ceka që përbesoj është një krenari shumë e madhe për ty, dhe përbesoj që ka për rrugë, dhe për trinjtë, dhe për kolegët e tu cilët e duan këtë fushë dhe janë ndën këtë fushë, si të bërë më mundje ose mënyrën kër e ke pranuar si certifikim ose më thuaj pak? Sigurisht që më bënë me mundje shumë krenare, nuk ka qenë lehtë si rrugtim, normalisht ka kërku shumë përkushtim, angazhim, disa vite punë dhe në shtrimi në teste rigoroze, praktike, teorike, po diçka që ka bo krenar, sepse kam qenë që për herë të parë Kosova figuron në listën e mjekëve që certifikohen nga shoqata evropiane e kardiologjisë, që shoqata më e madhe në Evropë dhe në botë e kardiologjisë, dhe ka kritere shumë serioze, dhe kjo na bën të punojmë me kritere të avancora ndërkombëtare që mundësojnë edhe diagnostikime, trajtim të saktë. Kështu që rrugtimi nuk ka qenë i lehtë, por gjithmonë të bën mundi krenar. Këto kritere dhe kjo standard ndërkombëtar, më thuaj pak përveç përgjegjësisë, po besoj në cilën e ke, cilat janë avantazhet kryesore që publiku t'i dija, që ke marrë ti mbi supi, po dhe Kosova në këtë rast? Sigurisht mjekësia është një fushë që evoluan, ecën, edhe të kesh një certifikim ndërkombëtar serioz është fjala si certifikimi i shoqatës evropiane të kardiologjisë, do të thotë që ti ndjekësh trendet, të dish teorinë dhe të mund është ti aplikosh. Unë është desht të i dëshmoj ato edhe në tek puna me pacient që kam pas, kemi dërguar rastet të pacientve se si kemi zgjidh dhe ka qenë komisioni që ka vlerësuar se a janë përmbushur kriteret më bashkohore të diagnostikimit dhe trajtimit. Do thotë është dash në fund me jap edhe një konkludim se si i kemi trajtuar dhe si pas aplikimit të këtyre metodave të ekokardiografisë transtorakale dhe transezofageale, që janë dy metodat të ultrazonit të zemrës. Kështu që kur përmbush ato kritere, normalisht që do të thotë që edhe pse jemi Kosovë, ne mund të aplikojmë mjekësinë e avancuar, mjekësinë evropiane. Kështu që kjo besoj që... Emrit në lëndë të në kuptoj që Kosova ka mjekë të mirë, ka mjekë serios cilë e duan këtë profesion dhe nga një kere kemi dëshirën që dalim jashtë vendit, marim trajtimin, po jo, këtu kemi mjekë cilët përveç që janë të certifikuar me të shumë dashuri, pasion dhe seriositet, trajtojnë raste të ndryshme, jo vetëm që lidhen me zemra. Më thuaj pak çfarë ke mësuar nga kjo eksperiencë ose nga kjo certifikim që kështë dash me nda me publikuna, diçka që pavarësisht shkollimit tënd, eksperiencës tënde, u pavallaqove me një standard shumë ndryshe. Sigurisht, kjo do të thotë që ka është mësimi kryesor është që nuk përfundon mjekësia me përfundim të specializimit apo me përfundim të fakultetit. Ajo që mësova është që shtetet serioze, shtetet ku mjekësia faktikisht aplikohet në standardet larta, japin shumë rëndësi certifikimeve. Edhe kjo të bën që gjithmonë të jesh në hap, që kjo është rëndësia kryesore, që edhe këto certifikime do të duhet të ripërtrihen çdo 5 vite, do të thotë duhet të ndjeken trendet, do të ndjeket aplikimet. Kështu që kjo që kam mësuar që edhe Kosova, pse jam një shtet i vogël, ne mund të renditemi në kuadër të shteteve që aplikojnë këto metoda të avancuara. Është e mundur. Unë besoj që gjeneratat e reja po vijnë ma të zot, të cilët do të e kanë kuptuar veç rëndësinë e inkuadrimit në shoqërinë evropiane. Kështu që edhe mjekësia është një nga ne e shohim Kosovën dëshirën e Kosovës të inkuadrohet si në fushën e politikës, shoqërisë, po edhe mjekësia është ajo që është mund që e ka synimin që mjekësia kosovare të jetë sa më integruar me mjekësinë evropiane dhe botërore. Kur jemi këtu, Fjolla, çfarë do të uroje për mjekësinë kosovare dhe për mjekësinë që bëhet në shtetin e Kosovës, çfarë mendon që duhet të bëjmë ndryshe mbase nuk e di institucionet ose sa ka infrastrukturë të mjaftueshme që të bëhet një zhvillim mjekësor në vendin tonë?
Sigurisht vend ka për përmirësim shumë dukshëm. Kështu që tash unë punoj edhe në institucion publik, po ashtu edhe në Spital Amerikan, që duhet të shihen më shumë si institucione komplementare. Po shëndetësia në Kosovë po ballafaqohet me sfida, sidomos të migrimit të mjekëve, kështu që krijimi kushteve adekuate, vendeve pune, ngritja e cilësisë janë kyçe. Po, janë kyçe. Normalisht ajo fillon edhe me ngritjen e nivelit të arsimit, nivelit të universitetit, e tjerë të shkollimit, kështu që kjo është si zinxhir. Vend ka për përmirësim, nëse krahasojmë menjëherë me vitet e pas luftës, ka përmirësim të dukshëm, po nuk duhet të ndalemi me kaq. Po. Para se ndalim tek disa pyetje të mia që përse janë kurioz dhe edhe shikuesit e mi që ti dëgjojnë përgjigjet, fol pak për Spitalin Amerikan, sa vite je bashkuar? Unë faktikisht Spitali Amerikan ka qenë vendi i pari punës si specialiste kardiologjistë, kam startuar aty në vitin 2024. Është një ambient shumë i mirë pune, kemi bashkëpunim shumë të mirë me kolegë, kështu që mundëson që pacientit të trajtohet në tërësi, nuk është që pacientat, kur një vjen një pacient nuk është edhe aq e lehtë, nëse nuk bëhet bashkëpunimi edhe me mjekët e specialiteteve tjera. Një punë dhe një sukses ekipor, mund të atuajnë. Gjithsesi, kështu që në mjekësi, puna ekipore ka shumë rëndësi. Spitali Amerikan e mundëson këtë gjë, kështu që është edhe aparatura avancuar, po edhe bashkëpunimi ndërkolegial, vetë funksionimi i spitalit është i tillë që për një kohë shumë të shkurt mund të arrihet diagnoza edhe trajtimi i pacientëve. Kështu që unë kam pas fat që kam filluar aty dhe kështu ndihem mirë që ju shërbej pacientave në Spital Amerikan. Kur jemi tek Spitali Amerikan, po se është teknologjia e fundit, avancimi që vijnë të parët, mjetet për cilat shfrytëzohen edhe për sidomos te kardiologjia, nëse nuk gabohen. Sigurisht, Spitali Amerikan i jap rëndësi teknologjisë së fundit, kështu që në sa i përket kardiologjisë trajtohen smundjet e arterieve koronare, smundjet e çrregullimit të ritmit, po ashtu edhe smundjet tjera, për shkak se mjetet i kemi edhe gatishmëria është, kështu që është e mundur. Në rregull. Më thuaj pak si vendose të bërë mjekë, si vendose për kardiologji, si specializim, si erdhi tek ty, sa kishe plan B, se në bazë karakterit dhe personalitetit që u diskutuan pak para se të hyrim në studio, duke është shumë komunitive, shumë person i thjeshtë, i cili ka një aftësi shumë madhe për komunikim masiv, po ashtu, si erdhi mjekësia tek ty fjoll? Faktikisht, unë mendoj që vendimi për mjekësi ka qenë si kombinimi pasionit tim personal me ndikimin edhe familjar. A ke histori familjare? Po, nana është mjeke, edhe të ajo kom pa për kushtimin edhe knacin, aty fillon, mendoj, sepse prindi është modeli i parë që fëmija e ka. Po ashtu edhe është pasioni im, sepse kam pas gjithmonë interes për shkencat e natyrës, por edhe për matematik, por mjekësia ka qenë opcioni A dhe jo opcione tjera. Ose mjekësia ose hiç ka qenë një mendje e ndarë nga ti qysh në fillim. Ashtu ka qenë, nuk kam pas plan B, nëse nuk pranohem fakultet apo diçka, kështu që kam menduar veç mjekësi. Kështu që me siguri do të dilin edhe rrugë tjera, po mirë që... Po pse kardiologjia, se me sa e di nuk është që zgjedhet shumë nga gratë, në përgjithësi, zgjedhet kryesisht nga burrat që mos krijoj keq kuptim si një stereotip kështu i pakëndshëm, por nëse zgaboj kështu është, është faktikisht përfaqësimi i grave në kardiologji botërisht, është diku 15-20%, ashtu është edhe tek që ka shumë ullët pra. Kështu që është një numër më i vogël i grave në kardiologji. Është përgjithësi një profesion që perceptohet si profesion, si specializim më i dominuar nga meshkujt. Pse faktikisht femrat në pas mbarimit të fakultetit të mjekësisë, gjysma janë femra, gjysma marrë. Është një balancë kogja gjinor i studentëve të mjekësisë. Para specializimit, po thua. Para specializimit, po pse kaq pak shkojnë në kardiologji, unë mendoj që janë disa faktorë. Faktikisht balanci jetë
personale edhe punësh më i vështirë në kardiologji. Kardiologjia kërkon orë gjata pune, faktikisht punë në stres të madh, dinamik të madhe, presion të madh kohor, që e bën pak më sfiduse. Po ashtu mund t'jetë se nëse është femrat mund të ndjen më pak komod në një ambient që perceptohet më shumë, që është më i dominuar nga meshkuj. Tek ty si ka dalë, a ka qenë lehtë, a ka qenë vështirë, mbas edhe ky balanci që flisja, që është një pyetje për vajzat e për gratë. Si të ka dalur ty? Unë jam me fat që jam tash gjenerate që po ndrojnë këto gjëra, edhe tash ka kardiolog shumë të zot, faktikisht kardiologjia është shumë e gjerë, faktikisht brenda kardiologjisë ka subspecializime tjera dhe femrat po tregojnë shumë suksesshme botërisht edhe në vendin tonë, kështu që unë jam me fat që jam pjesë e kësaj gjenerate. Normalisht një nga arsyet është se edhe nuk kam pas role models, modelet femrave në kardiologji dhe kjo femrat i bën që me zgjedh specializime tjera, me më pak stres. Pse unë kam zgjedh kardiologjin, faktikisht gjithmonë mjekësi të pëlqen të shpëtosh jetë. Të shpëtosh jetë, edhe në kardiologji kjo është diçka shumë e drejtë për drejtë. Rezultatet e punës në kardiologji janë shumë faktikisht shumë të dukshme, shumë të shpejta. Kjo nëse jo kardiologjia, çfarë do ishte? Një specializim tjetër, a çfarë të ka pëlqyer kështu përveç kardiologjisë? Përveç kardiologjisë, neurologjia më ka pëlqyer. Okej. Nefrologjia janë disa dek që më kanë lënë më shumë përshtypje, po kardiologjia ka qenë kështu në top dhe mirë që sepse ndodhi, sepse nuk është lehtë edhe marrja specializimit, puna konkurrencës e tjerë. Por në kardiologji edhe duke qenë që smundjet e zemrës janë vrasësi numër 1 në botë, shkaktari i smundshmërisë dhe vdekshmërisë numër 1, impakti i kardiologëve është faktikisht tek më shumë pacient. Pastaj kardiologjia është një fushë që realisht po zhvillohet shumë. Teknologjia është zhvilluar në kardiologji shumë intervenime strukturore, intervente po zhvillohen, kështu që gjithmonë është më atraktive. Sado që është stresuese, i ka edhe shpërblimet e veta. Po, kur të pyeta për balancin, sepse je edhe nën, si ka arritur ky balans, domethënë gjithë këtë angazhimi kaq të madh në këtë profesion, the edhe vetë shpëtim jetë është pikërisht vendi aty në cilin je dhe specializuar. Sa i vështirë balanci? Balanci nuk është i lehtë. Unë kam një vajzë 8 vjeçare që faktikisht më motivon shumë, edhe më bën mua që me qenë më organizuar, sepse duhet, më mendoj që organizimi pas ke një disiplinë. Ajo duhet, ta imponon faktikisht profesionit, ta imponon familja, normalisht dhe caktimi i prioriteteve. Prioritetet duhet të caktohen, të organizohet edhe koha që ndaj me familjen mundohem të jetë kualitative. Nëse nuk është shumë e gjatë, ajo kohë të jetë kualitative. Kështu që pikrisht edhe pse ma pak femra ka është pikrisht për shkak kësaj, por unë mendoj që nëse caktohen prioritetet mirë, organizohet mirë dita dhe koha, edhe koha tjetë kualitative, atëherë mund t'ja dalësh. Normalisht zgjedhi të bëj diçka me vajzën, qoftë të gatuajmë bashkë, apo një bisedim bashkë, apo një ecje natyrë. Doja këtë profesion për vajzën? Se mbas të thaj role model është prindja, aty ku njës gjithë shka. Do e mendoje që do ishte një, nuk e di, rukëtimi dur dhe për vajzën? Nëse vajza e kish do shumë që shë kom desht, une e kisha pranu, adin e kisha desht, sepse unë mendoj që një jetë është mirë të bësh diçka ku je e mirë. Më shumë faktikisht një profesion ku je e mirë. Nëse vajza e ka pasion, mjekësinë do ta kisha përkrah maksimum, por jo unë t'ja imponoj. Edhe pse tash është interesant të parashihen gjërat me këtë kohë të zhvillimit të inteligjencës artificiale, është shumë vështirë me bë parashikime afatgjate. Por nëse i kishte pëlqy, pa tjetër që do ta përkrahja. Kur jemi tek digitalizimi dhe kur jemi tek teknologjia, po besoj është një plus i madh, sepse aty ka ndodhur avancimi i mjekësisë. Mjekësinë ka ndihmuar shumë teknologjia dhe avancimi mbi të gjitha. Përmende pak AI, përmende pak edhe ChatGPT këto. Sa është i saktë ChatGPT në diagnozat se përkes zemrës, domethënë kur flasin pacientët me të? Se është një mik i ngushtë, kohëve të fundit. Inteligjenca artificiale është mik i ngushtë i mjekësisë, po duhet jetë normalisht
ajo që GPT-ja e ka ndihmu shoqërinë e krejt, po akoma nuk është që e zëvendëson mjekun, sigurisht. Është një tool shumë i rëndësishëm për me kërku atë që apo dojmë, për me gjetë përgjigje. Normalisht, akoma nuk është avancu sa që të zëvendësoj këshillat e mjekut. Na shumë herë kemi pacienta që i qesin analizat në ChatGPT dhe krijojnë konfuzion, ose ndihmë pacientat se kanë leukemi apo diçka. Kështu që nuk është interesant, faktikisht më shumë duhet të shihet AI si e ka ndihmu metodat e diagnostikimit, robotika edhe në trajtim, po ChatGPT është më shumë, akoma është shumë e gjerë që t'jep përgjigje shumë strukturuar. Ne si mjek duhet të sigurohemi që pacientit t'i japim përgjigje që janë vërtetuara shkencëtarisht, që ka studime serioze për atë. Gjitha eksperienca përësaj e fjollës në këtë rast është shumë ndihmuese se sa një komunikim me një robot. Po, faktikisht ato robotat tash janë dalë edhe mjete të inteligjencës artificiale në mjekësi, po janë të strukturuar për një diagnozë të caktuar, që janë dalë më mirë sa eksperienca e mjekëve. Faktikisht një mjek gjatë jetës mund të sheh 100 pacienta me një problem. Kjo mund të jetë eksperiencë, mund të kesh eksperiencë me 100 pacienta, por nëse një tool, një vegël AI mund të qesim informata të besueshme për 1 milion pacienta. Edhe normalisht që ajo do të jetë një përgjigje më e fuqishme se sa eksperienca me 100. Ma dha një përgjigje shumë të mirë, po, sepse shumë e kohës, temë e kohës. Temë e kohës, po, kjo është çka po e parashuhim në të ardhmen, nuk është që akoma po aplikohet. Normalisht duhet shef frik nga AI, nga zhvillimi shumë i madh i inteligjencës artificiale, se ka prekur këtë fush ata dhe shoh shumë në për debate televizive që flitet shumë për AI që është dalur pak nga duart në mënyra se si përdoret edhe keq përdoret shumicën e rasteve fatkeqësisht. AI sjell pasiguri, nuk por unë po i shoh dhe të mirat e AI, nëse AI arrin të përmirësoj kualitetin e shërbimit shëndetësor, ose nëse AI është diagnostikues më mirë se mjeku, atëherë ne duhet faktikisht ne jemi zotuar të shërbejmë pacientave sa më mirë. Kështu që unë mendoj që AI e ndihmon mjekun, e ndihmon faktikisht është pak si konfuzuese, unë s'kisha thonë frikë, po se si do të merr edhe mjekësia sikurse fusha tjera. Edhe besoj që shumë profesione e bëjnë këtë pyetje, shumë njerëz në profesione të ndryshme i ka prekur gjithë. Edhe aty edhe mjekësia, por ne duhet në bazë të kemi përmirësimin e diagnostikimit, trajtimit pacientave. Kështu që nëse ka vegla të tilla që ndihmojnë mjekun, sepse unë nuk mendoj që akoma mund ta zëvendësoj mjekun, që ndihmojnë mjekun, na duhet t'i përdorim. Po ato njëherë duhet të vërtetohen. Duhet të vërtetohen që nuk bëjnë diçka dam. Sepse sa i fjoll je shumë nicë në rasteve e gjen veten pavarësisht të kardiologjisë, e gjen veten edhe psikologe, e gjen veten edhe si shoqe përballë pacientëve, të cilët nga një ndihma morale ju ndihmon shumë. Bisedat ju ndihmojnë shumë. Sigurisht, edhe pacienti është kjo që nuk mund të zëvendësohet asnjëherë. Sigurisht, unë mendoj që këto ndihmojnë mjekësinë, po gjithsesi me interpretim të mjekut, dhe nëse ndihmojnë mjekësinë, pse jo, janë të mirësora. Fjolla, cila është keqkuptimi më i madh që i bëhet zemrës si organ, po pyes kështu në një paralele të diskursit publik të masës që keqkuptohet shumë për zemrën si organa, çfarë të marrin për të mirëqenë dhe çfarë nuk të marrin për mirëqenë njerëzit sa i përket organit zemër? Çka neglizhojnë më shumë? Çka neglizhojnë, çfarë nuk e di? Çfarë të pengon ty që u thua vazhdimisht pacientëve, që e përsërit veten shumë? E mira e kardiologjisë është që shumë smundje faktikisht janë të parandalueshme. Edhe kjo është një nga faktorët pse kam zgjedhur kardiologjinë, që harrova ta cek. Shumë smundje në kardiologji janë të parandalueshme, që gjithmonë është më mirë të parandalosh se sa të trajtosh. Kjo është një thënie shumë e njohur në mjekësi. Edhe ato janë me këshilla shumë të thjeshta faktikisht, vetëm nëse pacientët i marrin seriozisht, nëse vedisohen. Ajo çka e marrin të mirëqenj janë kur ne i këshillojmë për për shembull, të mirën me aktivitet sportiv të rregullt. Apo sa do klishe që mund duket,
është një rregull bazë që mbase aktiviteti fizik është një ndihmë shumë e madhe. Një ndihmë shumë e madhe. Po ashtu kontrolla preventive. Një pacient mbi 40 vjet, edhe nëse nuk ka faktor rreziku, duhet të bëjë një kontroll preventive. Nëse është një pacient në 30-40 në të 30-at apo 40 deri në 40 vjet, rekomandohet një vizitë çdo 3-4 vite. Nëse është mbi 40 vjet dhe me faktor rreziku çdo një vit, vizitë parandaluese. Ne mund dukemi edhe në formë faktikisht, po të kemi kolesterol të lartë. A kemi edukat, disiplinë mjaftueshëm ne si popull, si pacient që t'i bëjmë këto, sepse më duket i bëjmë vetëm kur jemi shumë keq. A kur nuk kemi zgjidhje më, atëherë shkojmë fatkeqësisht. Në praktik, po e shoh që të rinjt tani janë më mirë sa që kanë qenë pas në vedisim, po akoma nuk jemi si që janë shtetet perëndimore, faktikisht, që e marrin seriozisht aktivitetin fizik, faktikisht me aktivitet fizik mirën që nga mosha fëmijërore dhe marrin si diçka që duhet bërë. Edhe derisa të arrijë Kosova në atë nivel, ne nuk kemi punë, sepse secili të mirët me një sport. Del në shtetet perëndimit e marrin seriozisht aktivitetin fizik. Pastaj ushqimin që e përdorin, pastaj vizitat kontrolluese i marrin seriozisht menaxhimin e stresit apo që shumë herë. Që përtekojnë me mentalitetin tonë, se çfarë konsumojmë, çfarë bëjmë. Si rrim, si qëndrojmë. Kuzhina jonë është pak më e rëndë. Më shumë brumë. Më shumë brumë, më shumë i shtkuq, që është edhe shumë e shishme, po na duhet të bëjmë një kalim nga ajo tradicionalja në atë që ka rekomandohet. Tani kemi informata, kemi qasjen informata, janë bërë studime, mund të gjejmë recetat të ndryshme që ka qenë ndoshta më vështirë për gjeneratat e para internetit, tani ki ide të ndryshme, receta ndryshe që mund të bëjmë me ushqime të shëndetshme. Kështu që ka zgjidhje, vetëm na mungon ai vullneti edhe përkushtimi ndaj një jete më të shëndetshme. Nëse menaxhohen këto, domethënë aktiviteti fizik, ushqimi i shëndetshëm, mos pirja duhani. Këto pak e kanë bërë të vështirë sepse edhe dinamika e kohës pak, në jeta shumë e shpejt, njerëzit e kanë të pamundur që të arrijnë të bëjnë gjitha këto, po të paktën një herë 2 herë në javë është rëndësishme që të kemi pak, një orë në ditë. Kur fillon vedisimi, është dhe gjindet e zgjidhje. Normalisht që jeta dinamike bën këtë që më pak kohë për të përgatitën shpe, më pak kohë për të lexuar ndoshta gjëra jashtë punës apo secilat ushqime etj, po këshillat mund të mirën. Dhe ka qasje në këshilla mjekësore, vizita parandaluese, sigurisht ne i japim këto rekomandime, po është e mundur pavarësisht dinamikës. Para se dalim tek disa pyetje popullore që besojnë janë të interes të publikut edhe përgjigjet, çfarë ka gjenetike dhe çfarë nuk ka tek sëmundjet e zemrës? Unë shoh shumë të rinj që janë shumë të stresuar për të ardhmen e tyre, kur nëse prindi grua ose burr ka pasur sulm kardiak më herët, kanë frikë që është gjenetike dhe mund të pasojnë ose të humbin jetë të njëjtë, nuk e di sa përqindje ka faktori gjenetik në sëmundjet e zemrës, Fjolla? Faktikisht faktorët e rrezikut për me zhvillu një pacient sëmundje të zemrës, infarkt zemër, ndahen në faktorët major edhe minor, domethënë faktorët me impakt më të madh. Gjenetika është faktor major, domethënë është faktor që ka impakt signifikant, rëndësishëm në që një pacient mund të ketë sëmundje të zemrës. Edhe nëse bëjmë një jetë ideale për zemrën, prapë se prapë gjenetika mund të... Ka efektin, po gjithmonë ata që kanë gjenetik, edhe do të jenë edhe më të kujdesshëm, që ne nuk mund ta modifikojmë gjenetikën, ne nuk mund ta modifikojmë moshën, nuk kemi impakt aty, nuk kemi impakt në gjenetikë në moshë, por kemi impakt ta kontrollojmë peshën, kemi impakt të zgjedhim ushqime të shëndetshme, apo të marrim seriozisht sportin, të menaxhojmë stresin, të bëjmë gjumë të mirë, edhe të mos pijmë duhan. Këto kemi impakt. Në këto që kemi impakt,
duhet i marrim seriozisht. Po gjenetika na gjithmonë e pyesin familjen, na kardiologët për histori familjare për smundje të zemrës. Duhem të cekim që nuk është vetëm infarkti smundje e zemrës, na kemi smundjet muskulit të zemrës, kemi smundjet aritmit që edhe ato mund të jenë gjenetike ose mund të jenë të lindura. Edhe pyesin pacientët se a kanë pas në histori familjare për vdekje të papritur ose vdekje në moshë të hershme dhe të bëjmë një lloj screeningu apo dhe i rekomandojmë atyre që të bëjmë një lloj screeningu familjar që të identifikojmë edhe anëtar tjerë të familjes që mund të kenë smundje që edhe të mirën masat parandaluese me kohë. Po, fjoll, a e prek më shumë gratë apo burrat, nuk e di sa është korekte si pyetje, po si problematik shëndetësore me zemrën, apo nuk ka rol as pak gjenia në këtë pikë? Faktikisht, zemra anatomikisht dhe fiziologjikisht është e njëjtë burrat e gratë. Gratë kanë dimensione pak më të vogla të dhlomave të zemrës e tjerë. Femrat janë më të mbrojtuna deri në menopauzë. Hormonet femërore kanë efekt mbrojtës ndaj smundjeve kardiovaskulare. Kështu që edhe smundjet e zemrës, po flas për smundjen e arterjeve koronare, infarkti, paraqitet më vonë te femrat sa te mashkujt. Mashkujt janë më të ndikuar pas menopauzës, pas asaj vetëm fillon e balancohet kjo paraqitja e infarktit mes burrave edhe femrave. Përshindja pas menopauzës. Burat kanë më shumë edhe në moshë më hershme. Ka raste më shumë tek meshkujt, edhe paraqitet në moshë më të hershme se sa tek femrat. Tek femrat, më të prekura janë femrat pas menopauzës, për shkak efekteve të mbrojtëse që kanë hormonet femrore. Hormonet femrore po ashtu kanë ndikim edhe se si shfaqen simptomat. Është interesante dhe nuk është krejt mirë studiume pse femrat kanë më shpesh shfaqje atipike të infarktit. Për shembull, shfaqje tipike është një dhimbje shtrënguese mes gjoksit, që nuk mundesh me lokalizu, që përhapet në krahun e majt, apo nofullën e poshtme, apo në shpinë. Te femrat, edhe te meshkujt mund të ndodhë prezentimi atipik, por më shumë është te femrat. Te femrat mund të paraqitet si ndoshta një lodhje shumë e theksuar, apo një djersitje, një ndjenjë që diçka nuk shkon, shumë jo specifike. Edhe kjo i bën që femrat të kërkojnë ndihmë më vonë se sa mashkujt, sepse nuk është ai prezantimi i dhimbjes gjoksit tipik që është. Kështu që është mirë që një pacient nëse shet që një simptom pavarësisht zgjat apo persiston më gjatë është diçka e re, është mirë të bëjë një kontroll qoftë në mjekësi familjare, në një kontakt me mjekun që bile spaku mund të përjashtoj diçka serioze. Kur jepet tekstili e tezës, ne jemi shumë ndryshe prej botës, sepse në Ballkan konsumimi i duhanit dhe alkoolit është shumë i lartë, për dallim prej perëndimit, që mbase mund të përdorin shumë, por Ballkan, si me thënë, janë kyçe përdorimi duhanit dhe alkoolit. E di që duhani është i dëmshëm, është thënë shumë shpesh, vetësimi është shumë i lartë, pastaj edhe për alkoolin. Te këto dyja, kë është më të rrezikshme sa i përket zemrës? Faktikisht duhani është rreptësisht i ndaluar. Okej. Ne nuk është qasje personale e mjekut, faktikisht nuk është qasje ime personale, se nuk e dua duhanin, po faktikisht janë të dhënat shkencore, që edhe janë udhërëfysit që na duhet t'i respektojmë. Edhe udhërëfysit e kardiologjisë në Evropë, në Amerikë, thonë as pak duhan, dhe më thonë no smoking, kështu që duhani është rreptësisht i ndaluar. Alkooli faktikisht ka efekte të dëmshme, por nuk është plotësisht i ndaluar në kardiologji, por duhet të kufizohet. Kjo është e rëndësishme. Si është ky kufizim? Sa herë në javë, sa herë në ditë, më thuaj? Kufizimi është dikun 2 gota për meshkujt është e lejuar në ditë dhe 1 gotë për femrat. Cili tip i alkoolit? Cili tip? Birë, ven, raki, nuk e di se ka shumë. Më shumë studime janë bërë me venën e kuqe, më shumë vena e kuqe është e lejuar. Po, e cekë në emisione tjera që sasia e sigurt e alkoolit është 0 alkohol. Normalisht është më mirë 0 alkohol, se sa 2 gota alkohol në ditë.
gjithsesi, po ne kur i themi pacientit na duhet bazohemi në fakte shkencore. Fakte shkencore janë që alkoholi lejohet në sasi të kufizuar. Tash po bëhen hulumtime se në këtë fush akoma, edhe qysh po shkojnë ndoshta në të ardhmen mund të ndalohet sikur se duhani. Ato mbetet ta shohim. S'po dënë më nalon më kënaqesh, domethënë kush i shit vlas dhe konsome me mirëshkuqjo, me alkool jo, dikush e ka këtë përgjigje që po na sheh prej shtëpisë në këtë intervistë dhe ka pikë pyetje se okay, çfarë duhet, çfarë nuk duhet. Në gjithë këtë traditë tonë, e the edhe vetë më herët që mishi, kuqe dhe brumi është në çdo tryezë të familjes tonë. Tani, çfarë i bën mish zemrës? Që mbase ne e konsumojmë, por ti preferon që ta konsumojmë më shpesh. Okej. Përpara ka qenë ajo të hajmë mishi përmban proteina, edhe proteinat janë të mira, faktikisht e tjerë. A qëndron? Faktikisht proteinat, unë kam edhe një studim që kam publikuar dhe citohet shumë, pikërisht që është krahasimi i proteinave me origjinë bimore edhe proteinave me origjinë shtazore. Faktikisht studimet rekomandojnë që proteinat me origjinë shtazore që i marrin nga mishi, t'i zëvendësojnë me proteinat me origjinë bimore, sepse është një populli edhe nuk e din që ka bim që faktikisht janë burim shumë i mirë. Cila është në bim që do ta zëvendësonte mishin e kuq? Për shembull, soja, tofuja, që ka bazë të sojës, është burimi proteinave dhe mund të zëvendësojë faktikisht. Quinoa ka proteina, mandej arat, bajamet, farat kanë proteina, kështu që ato mund të jetë si burim i proteinave bimore, që të zëvendësojnë proteinat për shkak me origjinë nga mishi kuq. A është e njëjta edhe me mishin e bardhë me peshkun? Mishi i bardhë rekomandohet të konsumohet në sasi të moderuar, pa atë lëkurën sepse përmbahen për shkak përmbajtjes së yndyrës. Mishi kuq lejohet deri 2 racione në javë. Lejohet, po është mirë nëse edhe nuk konsumohet, minimizohet. Ndërsa mishi i peshkut normalisht që është burim i shëndetshëm i proteinave edhe yndyrnave. Mishi i peshkut rekomandohet spaku 1 herë ose 2 herë në javë. Domethënë tendenca është të kemi një truesë si të vendeve mesdhetare, mediterane, është kuzhina mediterane, që e përdorin Spanja, Greqia, Italia, përmban më shumë vaj ulliri, pesh. Nuk e përdorin kot. Kështu që është vërtetuar që ajo është më e shëndetshmja. Shumë pak mish kuq, ose fare, më shumë peshk, pemë, perimet fresta, ushqimi i detit është më i rekomandueshëm, sigurisht. Vendet e Ballkanit qëndrojnë keq në hartën evropiane. Bile ne si Kosovë jena pak më mirë se sa Kroacia, apo Serbia, apo Maqedonia. Shqipëria pak më mirë se ne, po prap jemi vende me rrezik shumë të lartë për sëmundje kardiovaskulare. Nëse vetëm një ushqim do të mund të largoje nga tryeza shqiptare, cili do ishte? Mishin e kuq Lena. Lena mishin e kuq aman. Një ushqim që do të largoje me gjithë kështu me 2 duar, sepse realisht na bën keq, por që e konsumojmë shumë, a? Pitet. Pitet, a? Pitet, sado që janë të shishme, ato përmbajnë edhe brumën edhe yndyrën, pitet me mish, ndoshta pitja me mish është e para, që do ta largoja. Ndërsa, faktikisht që ka pemë perimet fresta, 1 racione, 2 racione në ditë është rekomandueshme, ma pa kryp, vajrat me origjinë. Krypa apo sheqeri, cilë është më i damshëm? Se cila e ka rëndësinë e vetë, faktikisht të dyja. Sheqeri nuk është mirë të mirë sheqera vetëm natyrale. Unë mendoj që sheqeri është më i damshëm, krypa duhet të kufizohet në 4 gram, pak se 4 gram, pak se 5 gram ditë, që është një lugë mesme, dikun, një lugë mesme çajit. Është vështirë të kontrollohet për shkak se këto ushqimet e procesuara kanë kryp ekstra, vinë me krypen e vetë, kështu që si rregull e përgjithshme ma pak kryp. Kur jemi tek Ballkani, që konsumohet shumë është edhe kafja. Kafeina, po besojnë bazat ditore, tek ne hapim syt dhe mbyllim syt, po m'duket, me kafe. Tek ty, më thuaj, cila është më e rrezikshme, sepse e dim pak a shumë rëndësinë e kafes, abuzimi me kafe e tjerë. Cila nga kafet është më e rrezikshme? Domethënë kemi shumë që pim espresso, që pim kafe turke,
Am duket janë dyjat më të frekuentuara, po themi kështu, edhe nga lokalet, po edhe nga ambientet të shtëpisë. Tek ty, cila është më e rrezikshme? Kafja turke është më e rrezikshme. Faktikisht janë bërë shumë studime edhe në këtë fushë, për shkak se botërisht kafën e dojnë shumë njerëz. Përpos, kafja ka edhe efekte të mira nëse konsumohet në sasi të kufizuar. Ka efekte të mira. Po, çka duhet të ceket është lloji i kafës që përdoret. Kafja e filtruar apo e pa filtruar. E pa filtruar është kjo kafja turke që ne po e konsumojmë shumë në vendin tonë. Kafja turke e përmban një përbërës i cili e rrit kolesterolin e keq. Është stimulus i rritjes së kolesterolit keq në organizëm. Edhe është pikërisht ky kolesterol i keq që shtresohet në arterjet tona, arterjet e trurit apo arterjet e zemrës dhe na jep infarkt në tru apo sul në tru. Këtë nuk e bën espresso. Espresso nuk e bën. Kafja e filtruar nuk e përmban atë përbërës, kështu që nëse pihet kafe rekomandohet kafja e filtruar amerikane. E kuptova. Apo po. Edhe normalisht mundësish me pa qumsht, por... Pa qumsht, do me thonë larkë macchiatove dhe pa plumave, më mirë amerikane espresso. Po, amerikane. Po normalisht duhet, është interesante sepse se ka të disa kafja, se sa tolerohet varet edhe nga gjenetika e personit, se si e metabolizon kafën. Disa persona e metabolizojnë shumë mirë, shumë shpejt, edhe nuk ka efekt as në tension, apo. Kështu që varet edhe nga personi. Po 2 deri në 3 kafe në ditë të filtruara janë mjaftueshëm edhe nuk janë të ndaluara. Fjollajmi drejt fundit e intervistës, e bëjmë shkurt një përmbledhje sa i përket zemrës dhe lidhjeve me emocioneve. Po besoj se çdo i dy të rinë diskutuam dhe pak para se të hynim në studio, ankthi, stresi, depresioni, nuk e di, pastaj përkthehen në simptoma fizike. Më thuaj pak ndërlidhja që bëhet mes emocioneve dhe zemrës. Ka ndonjë keq kuptim ose është ndonjë vështirësi tek ju edhe tek diagnoza që ju bëhet, sidomos të rinjve që vinë me, nuk e di, aritmi, kapërcime të rrahurave të zemrës, më thuaj. Sigurisht është jeta sot dinamike, stresuese, rrit hormonet e stresit. Edhe hormonet e stresit e përshpejtojnë smundjet e zemrës, mund të japin kapërcime. Dhe kjo është shumë një simptom e shpesh që e hasim, sidomos të rritë, ngarkuar, në ambiente pune stresuese, lidhje toksike, apo lidhje toksike, apo ndonjë shef të rreth. Kështu që kjo sigurisht që mund të jep simptoma të tilla si aritmi. Ne mos të harrojmë që edhe vetë ndonjë aritmi e fshehur që ne nuk mund ta kapim në EKG mund të jep stres. Ajo çka ballafaqohem në jetën është ta gjejmë shkakun edhe pasojën. A është stresi shkaktari i aritmisë, apo ka një aritmi bazë të fshehur që ne nuk po mund ta kapim në një EKG të thjeshtë. Tek një 20 vjeçar po besoj është e vështirë. Normalisht që më shpesh është ankth dhe stresi që jepin këto, si mund të jepin edhe shtrëngim gjoksi faktikisht, vime shtrëngim gjoksi, ankthi mund të jep edhe shtrëngim gjoksi edhe vështirësi frymëmarrje. Domethënë janë simptoma që duken serioze, por realisht përkojnë me ankthin edhe stresin. Kemi disa emocione, por zakonisht zemra na rrej fort edhe kur kemi një lajm të mirë, ose kur jemi shumë të lumtur, ose kur shohim dikë, nuk e di. Tek ty më thuaj, i ndihmon shumë zemrës lumturia, ose ka ndonjë lidhje se si jemi emocionalisht edhe mirë për keq ma the, po edhe kur jemi mirë, ka ndonjë lidhje që bëhet emocion tru zemrën këtë rast? Sigurisht, të hormoni lumturisë ndikon që zemra më shpejt edhe më mirë, po emocionet e balancuara prapë janë më të mira për zemrën se sa ekstreme. Jo ekstreme, as mirë shumë, as keq shumë. Kështu që, po, lumturia sigurisht që ndikon. Po. Fjoll, një mesazh për këtë ata që plan ndjekin, sepse jemi në sekondat e fundit. Çfarë do t'i këshilloj shikuesit? Për fund krejt. Në fund, zemra për ne po rrej çdo ditë, kështu që të kujdesemi për të. Ushqim të shëndetshëm, jo duhan, më shumë lëvizje, menaxhimi stresit, gjumë të mirë. I bashkangjitem edhe unë këtij mesazhi. Faleminderit shumë Fjollaj që ishe në studio, kënaqësi që t'jofta nga afër dhe zhvilluam këtë bisedë. Kënaqësia është e imja, faleminderit shumë.